Në shkollat fillore të komunës së Gustivarit në vijim e sipër është regjistrimi i nxënësve në klasë të parë për vitin shkollor 2015-2016. Komuna e Gustivarit u ka dorëzuar listat e fëmijëve të cilët në bazë të rajonizimit duhet të regjistrohen në shkollat përkatëse, edhe atë me emër dhe mbiemër, adresë dhe datën e lindjes së fëmijës. Sektori për arsim në komunën e Gustivarit njofton të gjithë prindërit të cilët kanë fëmijë të lindur në vitin 2009 se është në vijim regjistrimi i nxënësve në klasë të parë për vitin shkollor 2015-2016. Komuna e Gustivarit u ka dorëzuar listat e fëmijëve të cilët në bazë të rajonizmit duhet të regjistrohen në shkollat përkatëse, edhe atë me emër dhe mbiemër, adresë dhe vitin e lindjes së fëmijëve. Apelojmë deri te të gjithë prindërit që të tregojnë mirëkuptim dhe fëmijët e tyre të regjistrojnë në afatin e parapar dhe të përmbahen rajonizmit të caktuar. Me këtë do ta jepni kontributin tuaj që procesi edukativ arsimor të fillojë mbar dhe të zhvillohet me sukses. Njëherësh apelojmë deri te drejtorët, shërbimet pedagogjike, psikologjike dhe kolektive arsimore të shkollave fillore në territorin e komunës së Gustivarit që me përpikmëri të përmbahen rekomandimeve, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Shërbimi për Informim i komunës së Gustivarit. Regjistrimi i nxënësve në klasë të parë për vitin shkollor 2015-2016 do të zgjasë deri në fund të muajit maj. Në territorin e komunës së Gustivarit funksionojnë 11 shkolla fillore dhe qendrore, si dhe 19 shkolla të tjera periferike në përvendbanimet rurale.